Zoti kryetar, kërkesa që sapo ju hollët në votim dhe që është një propozim i juaj personal është tërësisht në shkelje të rregullores së kuvendit. Rregulloria e kuvendit, konkretisht pika 2 e nenit 98 të rregullores, ju detyron, zoti Peleshi, që të propozoni, kur nuk ka mirë kuptim, siç ishte rasti konkret, t'i propozoni seancës plenare një datë e cila nuk mund të jetë kurrë më vonë se 30 ditë nga data e paraqitjes së mocionit. Unë nuk e di se si ju dhe matematika juaj e llogarisnin 30 ditë 5 muaj, sepse kërkesa jon është e datës 5 nëntor 2025. Dhe ju vini me propozim për seancën plenare që mocioni të zhvillohet në javën e parë, apo të dytë, apo të tretë të majit, në shkelje flagrante të rregullores së kuvendit. Dhe kjo është shkelja juaj personale. Ju vazhdoni në çdo seancë të shkelni kushtetutën, të shkelni rregulloren. Për të vijuar me atë listën që na e tundi kolegu, është fakt që disa herë në konferencën e kryetarëve, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar një gjë elementare nga kryetari i kuvendit, të na vërë në dispozicion listën e draft ligjeve që ky kuvend do duhet miratoj në kuadër të procesit integrimit. Dhe kanë kaluar 6 muaj që ne ngrem në çdo mbledhje të konferencës kryetarëve, dhe ju nuk dënjoni të informoni opozitën se kush është lista e ligjeve të nevojshme në kuadër të procesit integrimit. E kemi kërkuar më shumë se sa 10 herë praktikisht në çdo mbledhje të konferencës së kryetarëve. Dhe vini këtu pastaj dhe thoni tundi një listë dhe thoni ju nuk keni votuar ligjet. Po nga ta dim ne kush janë ligjet, ku ne jemi tërësisht përjashtuar nga procesi, se kush janë ligjet që nevojiten në kuadër të ecurisë së procesit integrimit evropian. Prandaj dhe ligji ka vendosur detyrimin Këshillit Ministrave që të informoj, se erdhe këtu dhe the ka sjell 4 raporte në komisionin e jashtëm. Nuk folëm për raportet në komisionin e jashtëm. Folëm për një raport që është detyrim sipas nenit 103 të rregullores kuvendit dhe nenit 18 të ligjit për përfshirjen e kuvendit në procesin e integrimit, që brenda datës 31 janar të çdo viti, Këshilli i Ministrave do duhet informoj kuvendin, seancën plenare, dhe seanca plenare të bëjë një diskutim për procesin e integrimit. Ta përfundoj.